Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq si çdo të mërkurë. Edhe sot do të fokusohemi tek aktualiteti brenda dhe jashtë vendit. Për këtë kam Ilir Kullën, ekspertin e sigurisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Tani, duke qenë se gjithë Shqipëria po zjen për protestën që ka disa ditë që duket se ka ngritur në këmbë të paktën rinin, ata që po protestojnë thuajse çdo ditë përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, me kaos zyrtare, investimin e paralajmëruar në zonën e Zvërnecit. Si fillim, një koment i përgjithshëm, si e sheh këtë protest, dhe së dyti do doja të dija prej teje, a sheh element qoftë të brendshëm apo të jashtëm që e kanë simuluar, kanë ndihmuar në organizim, e fryn këtë protest, sikurse po flitet çdo ditë në mediat e Tiranës, por jo vetëm, apo kemi të bëjmë me një derdhje, po themi, të gotës, shërbeu pika e Zvërnecit për këtë gjë, dhe tani njerëzit po shfryn ndaj gjithë pakënaqësive që kanë me pushtetin apo edhe me gjithë këtë klasë politike, ndaj së cilës nuk shohin asnjë fije shpresë. Mendoj që kemi të bëjmë me këtë të fundit, me pikën që ka derdhë godën. Në vetvete, Zvërneci është një nga ato shumë projekte të mëdhaja turistike që, dhe jo vetëm turistike, ndërtimi që janë propozuar dhe kanë hequr përpara në këto vitet e fundit, ku sigurisht merr më shumë vëmendje sepse edhe për shkak të publicitetit të bërë nga vetë kryeministri për arsye të tjera politike, kemi një përfshirje deri tani gjysmë direkte, po një përfshirje të familjes Trump. Por nuk do gjykoj Zvërnecin vetvete, për mua çdo projekt zhvillimor është një projekt i rëndësishëm që duhet bërë dhe duhet bërë mirë, dhe pikërisht pse duhet bërë mirë është e domosdoshme transparenca, dhe sot e kësaj dite që ne flasim, nuk ka asnjë proces transparent tek Zvërneci. Por përtek kësaj, te Zvërneci, publikisht, pra për herë të parë, ne kemi një përzierje të drejt për drejt të tre elemente me të cilët Shqipëria vitet e fundit është vazhdimisht në akuzë dhe që gjeneron probleme publike. Cilat janë përfshirja e njerëzve me rekorde kriminale, dhe kemi në këtë rast, e oligarkisë vendase, dhe kemi këtë rast, e politikës, sepse është një projekt që nuk e sulmon dot as opozita dhe as pozita, dhe kemi në këtë rast. Në kushtet që nga 2008 e sot, partitë politike kanë vendosur të monopolizojnë sistemin politik në mënyrë të egër, pra pa lejuar palë treta të futen aty, do vinte një moment që pika e gotës do të derdhej, sepse është një moment interesant për Shqipërinë. Asnjëherë më parë nuk ka qenë kaq e zhvilluar, asnjëherë më parë nuk ka qenë kaq afër me letrat paktën Bashkimit Evropian, por asnjëherë më parë qeverisja nuk ka qenë kaq larg njerëzve të vërtet real, aty që janë në territor. Shiko, unë dje isha në varrimin e babait Ilir Metës në fshatin Çepan të Skraparit, një nga zonat më të largta të Shqipërisë. Mund të them me gojën plot që sa kalon Poliçani në ande, nuk sheh varfëri e gjëna, po sheh mjerim. Pra, nëse në një anë ne do ecim me variantin që na duhen projektet e mëdha, projektet zhvillimore e tjera, të cilat realisht na duhen, që do mbrojmë biznesin, nuk mund t'i sulmojmë me fjalën oligark, sepse ata janë biznesmen, prodhojnë, paguajnë takset e tjera, që edhe kjo është e vërtet. Në anën tjetër, ne nuk mund të kemi luksin që të harxojmë lekët që mbledhim nga
taksat dhe tatimet për, po t'i quaj me fjalën tangërllëqe elektorale dhe të lejmë një pjesë të popullsisë në mjerim. Dhe këta njerëz aty që kanë dalë shesh, realisht nuk i kanë nxjerrë as Greqia, as Turqia, as Izraeli, se ç'pun ka Izraeli shkret në këtë mesele akoma se kam kuptu. Këta njerëz i kanë nxjerrë saksisht Edi Rama dhe Sali Berisha. Me mënyrën unike se si kanë përjashtuar shumicën e vendit nga sistemi i jetesës së politike në vend. Më të fundit e ke pikërisht ditën që filloi protesta. Të shtunën që shkoi. Ç'a ndodhi? U mblodh kuvendi i ri për të rritjes së PD-s. Dhe prodhoi listat e ri për të rritjes. Besoj ke parë listat. Ka personazhe që janë aty që në vitin 1990. Se mirë që sikën Berisha, po sikën as të tjerët. Duke përjashtuar në çdo lloj forme, çdo lloj zëri kundër. Rasti Ervin Salianit është i fundit, po aty ka zëra pafund kundër, dhe duke thënë që kush është me Ervin Salianin është jashtë partisë. Unë s'do mbroj Ervin Salianin, se nuk më intereson se Ervin Saliani me ta ka qenë deri tani, por mënyra, sistemi që kanë zgjedhur është ai që i kanë zgjedhur njerëzit më shesh. Do ndodhte diçka, sepse ne jemi të ngjashëm me popujt arab. Do të kujtoj kur filloi pranvera arabe. Të kujtohet si filloi pranvera arabe? Një tregtar i vogël frutash që i shkon policia dhe ja prish atë në Tunizi dhe ai djeg veten para kamerë. Këtë rast kemi një polici private që të rresh zvarr një nga protestuesit atje, një nga njerëzit, dhe pastaj mirë që të rresh zvarr ta, po shkon kap i bë agresion dhe policisë me spray etj. Pra policisë shtetit, uniformave të shtetit. Tani në kushte normale, në një vend normal, për shembull në Itali, çfarë do ndodhte? Ndodhi kjo gjë. E para një herë që ka vende shumë normale, cilat dorëheqja s'është asgjë, se këtu tani sjep dorëheqja as presidenti Federatës Shaut, jo më ministri i Brendshëm. Po këtu normalisht ministri i Brendshëm shkonte dhe jepte dorëheqje dhe thoshte mbaj unë përgjegjësinë politike së gjë që kanë. Ose nëse s'do bënte këtë gjë, do fillonte në mënyrë strikte, të shpejt, investigimin se si ka ndodhur që bodyguardi i njërit nga këngëtarët më me emër në botën e folkut në Shqipëri pajiset dhe bëhet edhe polici private. Se nuk mjafton heqja e licencës. Problemi është, do shkojmë çojmë edhe se si u bë kjo gjë, pra me cilin variant kriminal është bërë kjo gjë. Për te që ne kemi parë atë këngëtarin të bëj fushat për partin pushtet disa herë atje, po kjo s'po bën më lajm. Po mënyra se si, sepse ka një ligj të posaçëm se si bëhesh me polici private. Se si pajisen njerëzit me arma tim, se si bëhen servitja, ku shkojnë në cilin poligon, nga kanë ardhur parat. Pra, këtë gjë nuk ka nevojë Ministria e Brendshme ta pres nga spaku. Këtë e bën vet. U anullua licenca, shumë mirë. Do shkosh të hetosh si u dha licenca. Dhe ti thush publikut, më falni, kemi bërë gabim, po ja ku është. Dhe do verifikojmë gjithë tjerët për shembull. Ke dëgjuar asgjë nga këto ti? Asgjë. Na doli vetëm një komunikim i drejtorit përgjithshëm, i cili reagoi, tha ja hoqim licencën këtyre, tur policia dhe pezullova dhe drejtorin e Vlorës. Jo, shumë pak. Sepse atë lind pyetja, nëse ti projektin më të rëndësishëm ekonomik për investimet e huaja, që është ky i Zvërnecit, e pas ke lënë në dorë të 5 banditëve kështu. Atëherë, çfarë duhet marrim të mirë qenë? Ke lënë shtetin në dorë të banditëve, apo që ky projekti nuk është kaq i rëndësishëm sa thotë, sepse po ti kaq i rëndësishëm ky projekti, edhe për zgjedhje atyre që do bëjnë sigurinë, edhe niveli i strategjisë për transparencë e tjerë duhet të jetë i këtyre lloj niveleve. Nuk ndodh në vendet përreth. Merre Bashkimin Evropian, Itali, është pamundur ndodhi një gjë. Po merr dhe vetë Greqinë, nëse do me që kryeministri krahasoj me Greqinë. Tani unë nuk pres nga kryeministri të dali dhe të merret me protestuesit çeshme, megjithëse po të ndodhte normale do ishte edhe kjo. Jo, e ka bërë. Po jo të dali vetë aty, po përtej kësaj. Po nga kryeministri dhe ministri unë pres që
shumë mirë të merren dhe të bëjnë punën e tyre për të bërë hetimin deri në detaj si u mbërrit te kjo pikë. Dhe këtë s'mund t'ja kërkojë ai, as medias, as opozitës, as konspiracione. Është përgjegjësi drejt për drejt e qeverisë. Si mundet që të mbërrihet deri këtu? Pra si mund të jepet një licencë për një polici private, një kompanie që lind nga hiçi dhe që ka lidhje me një këngëtar i cili ka bërë fushatën. Si? Nga erdhe? Kush janë këta njerëz? Kjo është një nga pikpyetjet. Dhe pastaj shkojmë te tjerat. Me që ka filluar spaku hetimin për mënyrën se si është dhënë prona, media juaj mos gaboj ka një 10 vjet që është marrë me këtë pronë. Për mënyrën si është dhënë, se si është etj. Dhe nëse do ta hapim këtë punë, mjafton të përmendim faktin që nga 2013 e këtej sa drejtor të këtyre të kadastrës së Vlorës janë ndryshuar. Shumë, po. Duket serioze kjo. Prandaj unë them që kjo pikë vlen për reflektim. Dhe nëse pastaj këta njerëz që dalin në rrugë nuk do t'i dëgjosh, do t'i etiketosh publikisht sikur bëjnë lojën e këtij ose të atij etj. Tani unë po të bëj një pyetje. Këta që kanë dalë deri tani në rrugë, i kemi parë janë njerëz, janë qytetarë të mirë. Unë pash djeca njerëz që ishin pak më të mëdhenj në moshë se sa vajza ime dhe djali kryeministrit që janë një klasë. Vajza 3, çuna 3. Ata s'janë të manipuluar nga askush. Ata janë populli i TikTokut. Po e ka llogarit kryeministri, çdo të ndodhë qofse nuk merret vesh me këta që kanë dalë, po do vija i populli tortës pavarësisë pas në protestë. Kujtohet torta pavarësisë. E kur vija i populli tortës pavarësisë, nga Laknasi, nga Kamza, nga Paskuqani, nga Mjerimi, pastaj ata si kthen dot më mbrapsht. As me policë, as me ushtri. Kështu që bën mirë, për mendimin tim, që ai zotëria të ulet dhe të qetësohet çik dhe të reflektoj. Sepse dje mu rishfaqën dhe në vite për të vjellë. Pamjet e vitit 1990. Në një anë Partia e Punës ndante lëvdata për 45 vjet, suksese të mëdha etj, me shokun Ramize, shokun Adil etj. Dhe në anën tjetër kishin dalë studentët në protesta në Shqipëri. Se kemi qenë këtu. Shumë u shfaq dje. Partia Socialiste e mbyllur në një pallat të mbyllur që ndante ca certifikata disa udhëheqësve të vjetër dhe që duar trokisin gjithë. Tashmë jo partia mber, po 35 vjetori i partisë. Okej. Ndërkohë njerëzit ishin shesh. Pas 35 vjetësh na përsëritet e njëjta gjë. Unë mendoj që është në dinjitetin e një shteti që po bëhet gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Në dinjitetin e një klase politike që ka qeverisur këta njerëz për 35 vjet. Ti dëgjoj dhe të reflektoj në raport me çfarë thotë sheshi. Se ata nuk janë as rrugaç si etiketoheshin ata që iknin atëherë me anije, as bandit, ata janë njerëz që s'kan çat humbin më dhe vetëm gjë që mund të humbin është rinia e vet, jeta e vet. Dhe ata nuk i kërcënon dot më, as me polici private se i doli frika, as me polici të shtetit, as me bandit, me asgjë. Ata janë ata njerëzit që studiojnë, mbarojnë familjet e tyre lodhen dhe pastaj nuk gjejnë dot punë dhe fillojnë punë në një call center. Ta janë. Janë ato vajzat që perspektivën e kanë o të ikin nga vendi ose të bëhen deri diku nëse kanë shansin, eskorta luksi. Janë ata djem që duhet studiojnë shumë, punojnë dhe kamarierë dhe pastaj këtë shohin ç'a vendi pune do t'i japi partia, shkojnë te zyra tavlan ballë, shohin ku ç'a vendi pune do t'i japi partia. Janë ata njerëz që nuk ndjekin Sali Berishën, sa e shohin që është një 82 vjeçar që flet për 20 vitet e ardhshme, ç'a i përfaqëson këtyre. Ky është ai populli me cilin duhet të dialogoj klasa politike dhe duhet t'i dëgjoj. Dhe unë them që duhet bërë sa më shpejt kjo punë, që mos kalojmë në fazën tjetër që është faza që të vjen populli i tortës së pavarësisë në protestë, se pastaj kalojmë në kaos. Dhe unë e kam parë kaosin në lindjen e mesme çfarë prodhon. Dhe unë jam një nga ata njerëz që kam shumë arsye dhe interesa që mos më ndodh kaosi. Sepse duam të vazhdojmë të jetojmë këtu. Këtu po rrisim fëmijët, këtu kemi punët. Po që mos shkojmë te kaosi, duhet të reflektojë. Duhet të reflektojnë institucionet, shteti. Por a
reagimit e para të kryeministrit lidhur me këtë protestë gjatë këtyre ditëve nuk ka qëndruar pa reaguar, por ka reaguar me bindje paralelisht që nuk tërhiqet. Më keni votuar, të punë e di unë dhe jo ju që bërtisni nga sheshi. Mendon se do ta lexojnë ndryshe, do të reflektojnë ndryshe? Ky është problemi, sepse ai nuk reflekton, përkundrazi reflekton arrogancën, dhe është ajo arrogancë që kanë nxjerrë njerëzit çesh. Shiko, ka një etimologji populli shqiptar në historinë e vet. Populli shqiptar e respekton mbretin. Pra problemi është që Edi Ramën, njerëzit për shkak të autoritetit edhe mund ta respektojnë. I zgjedhur, i parë etj. Problemi është që poshtë Edi Ramës, ata që janë poshtë Edi Ramës, dhe Edi Rama nuk ka ku ta di se është komplet izoluar nga informacioni. Ata janë më arrogancë se Edi Rama. Dhe Edi Rama duhet kuptoj që nëse ai polici i fundit atje në Zvërnec e merr zvarku edhe të rreq zvarrat duke ditur që ka kamerat përballë, nuk është bërë trim se është trim. Se konkurs për ministër ka qenë para 10 vjetësh. Po është bërë trim se ky sistem e ka prodhuar këtë trimëri. Kjo arrogancë. Dhe Edi Rama në vend që të jetë arrogant, duhet filloj të shohë çfarë nuk i funksionon nga poshtë. Si u mbrit, se tu është problemi, që nëse fillon arroganca nga lart, ta poshtë janë shumë më tegër në arrogancën e tyre. Për këtë po thoya që reagimi duhet të jetë reagim. Shiko, Edi Rama është një nga njerëzit që ka hyrë në politikë me protestat e 90-s. E dim gjithë. Siç ka hyrë me protestat e 90-s Ilir Meta, siç ka hyrë Pandeli Majko, siç ka hyrë vetë Sali Berisha etj. Tani ta krahasojmë pak veten me atë kohë. Nuk ka kush gjë me investimet e huaja. Por investimet, paratë që vinë duhet shkojnë për gjithë. Mund shkojnë paratë vetëm në 3 duar. Se ku janë marrë këto para? Këtyre njerëzve pra janë marrë. Dhe më tepër, ne që jemi prindër e kuptojmë shumë mirë që fëmijëve nuk mund t'i shesësh më fjalë bosh. Do t'i japësh tarme. Do t'i japësh shpresë. Sigurisht që aty në shesh tash do përzihet lloj-lloj grupimi e lloj-lloj mashtruesi që do dojë të marrin në kontroll protestën, do përzihet PD-ja e cilës nuk i del askush në mitingjet e veta dhe do mundohet ta përdori politikisht, siç ndodhi me protestën e studentëve atëherë të Por kjo prap nuk ndryshon gjërat. Nuk ndryshon gjërat një dhe nuk ndryshon imazhin e real të Shqipërisë. Pse? Se ta thash, ai trinomi është shumë i rëndësishëm. Nuk ka vend tjetër që të bësh gjëra të tilla dhe mos kesh sistem, pra projektet kaq të rëndësishme mos kesh sistem transparent. Mendon se gjitha kjo do prodhojë diçka? Unë nuk e di se çfarë do prodhoj, po di që gjithë kjo nuk ka për shku bosh. Unë uroj që sa më shpejt institucionet e shtetit fillojnë të flasin me ata që janë shesh. Po me fakte, me vepra, shiko, Ediona. E kryeministri i ftoi një përfaqësim. Ku i ftoi kryeministri? Ka ndrru 3 drejtorë spitali për 9 muaj, 3 drejtorë spitali për 9 muaj? Njërin e kishte mjek, e hoqi dhe çoi te policia ajo, si e ka ajo, Eagle Security ç'është. Tjetrën e merr nga Kanadaja, e hoqi tash dhe ka vënë një tjetër aty. 3 drejtorë spitali për 9 muaj. O ky kryeministër ka 15 vjet që është kryeministër. Po flasim për spitalin më të madh në vend, nuk po flasim për tjerë. Po pra, prandaj thash më herët që Zvërneci është simbolika sepse janë 1001 kauza të tjera. Ky është pra problemi, ky është problemi. Njerëzit çfarë duan? Njerëzit duan të funksionojë shteti. Këti nuk po i funksionojnë, nuk është fakti që sa drejtor policie kanë ndrur këtu për 14 vjet, 15 vjet. Ka diçka që si funksionon. Pra, ata njerëz aty nuk është se duan ti thot kush mirë më vazhdoni hesni, sepse ju ka fut Greqia apo ju ka fut. Kjo është ti agravosh, kjo është ti japësh tone pejorative. E di ti që asnjë nga ata nuk shef më kanale televizive, as Klanin, as Topin, janë vetëm rrjete sociale. Pse? Sepse skemën politika se ka mbyllë Shqipëri. Rregull edhe opozita, rregullojnë me televizionet kombëtare kanë licencë, emisionet ja kontrollojnë, e mirupafshim. Po ka dalë shejtani nga shisha, dhe ky shejtani që ka dalë nga shisha quhet internet. E nëpërmjet internetit ti organizon protesta sa të duash dhe i organizon me kosto zero. Nuk ke nevojë të shkosh të marrësh ato buzat i sillesh nga poshtë nga jashtë. Prandaj unë shpresoj që
ky Edi Rama të kthehet pak në atë Edi Rama në 90-s dhe të filloj të reflektoj. Nëse do vazhdoj të dëgjoj këta që i thonë jo është Greqia, jo është ky, jo është ai, besoj që gjërat mund edhe të agravojnë. Okej, mirë, do të rrim edhe pak në vend për duke u zhvendosur nga protesta, me qenë se Maceke në kryet herës që ke qenë një ditë më parë në ceremoninë e lamtumirës për babain e Ilir Metës, ish presidentit vendit, ai ka marrë një tjetër leje për pritje etj. Si e pe ish presidentin dhe gjendjen e tij? Para njëherë ishte në moment i dhimbshëm për familjen, për gjithë situatën, sepse ki parasysh që vdekja e babait është gjithmonë vdekja e babait, nuk është një gjë që shkon pa gjurmë. E aq më tepër kur kjo ndodh në këto kushtet, kur djali i cili është një nga figurat më të rëndësishme të këtij vendi është në paraburgim tashmë prej gati 18 muajsh më shumë, domethënë 19 muajsh, ku brenda saj janë të gjitha problematikat që do t'i kalosh nga politika tek jeta personale, tek sistemi i drejtësisë, tek akuzat etj. Por dy gjëra do t'i them se më bëri përshtypje. Para, komandanti i grupit të burgjeve që shoqëron është një shoku im i vjetër i shkollës së Skënderbej, është zotni ideal, burr domethënë. Edhe dashamirës jo ashtu, por për shembull atë traditën që kur përfundon varrimi të rreshtohen njerëzit dhe të përshëndeten me familje, nuk u respektohet dot, sepse ata e morën dhe quan ish presidentin direkt në furgonin e policisë burgje. Gjë që mua më bën të reflektoj, që unë që kam patur eksperiencën e të jetuarit afër me Fatos Nanon, një nga sikletet më të mëdhaja që ai ka patur në jetë, nga pikpamja psikologjike, është që ai e dinte që kishte nënën smur dhe ishte në paraburgim nga Berisha në atë kohë, dhe nuk ju lejuaj që të shkonte të kalonte ca kohë me nënën, dhe shkoj vetëm varrimin e nënës. Dje pash po të njëjtën panoramë me Ilir Metën, dhe unë mendoj që nuk është në dinjitetin e këtij shteti, pikërisht për shkak të maturisë që ka shteti, që në raste të tilla, sepse jemi njerëz, për shembull si kjo që babai është smur, se për mendimin tim do mjaftonte vetëm mosha e babait për të mos e lënë në burg, po për të lënë në paraburgim. Po e lëm këtë histori. Po që ishte i smur dhe prandaj edhe ndroi jetë. Apo siç kemi rastin e zotit Veliej, i cili mund bëhet baba shumë shpejt, punë ditësh, mos gaboj, dhe ka dhe ai nënën ngarkim, sepse të vllajën se ka këtu. Është më qytetare, më civilizuese për ne, që të aplikojmë ato që thot tek e fundit edhe normativa europiane e drejtave të njerëzit. Ato që thot gjykata e Strasburgut në disa nga vendimet e veta, njëra nga cilët edhe për Shqipërinë, ai për Thoma Gëllçin. Ato që thot tek e fundit edhe tradita jonë shqiptare, domethënë, që duhet të cilemi me njerëzillëk, nuk ndryshon asgjë për procesin nëse do të kalonte nga arrest me burg në arrest shtëpie. Përkundrazi, do të ishte edhe më mirë, edhe më qetë, edhe më e relaksuar situata. Në këtë kuptim unë mendoj që ndrrimi i jetë i babait Ilir Metës, që ka qenë një nga komisarët tanë në shkollën Skënderbej edhe, do të ishte një pikë reflektimi edhe për momentin se ku ndodhet historia e luftës juridike me reformën e re në drejtësi. Aktori i cilës ka qenë Ilir Meta, që mos themi se është bashkëpërgjegjës në këtë që ka ndodhur. Që politika penale e mbajtjes mbi 60% të popullsisë burgjeve në paraburgim është e tepruar. Ai rasti i djeshëm ma vërtetoi.
Pse? Sepse kishin ardhur shumë njerëz nga Tirana, por kishin ardhur njerëz thjesht, njerëz që s'kan lidhje me politikën, njerëz që s'kan përkundër dhe njerëz që të cilët përtej politikës, përtej se sot Ilir Meta është vetëm një i panderur i burgosur, s'është më as president, as kryeminist etj. Nuk e se kishin interes për të shkuar. Një nga ta dhe unë. Po për të respektuar traditën shqiptare, që kur vdes dikush duhet t'i shkosh. Edhe kur është smur dikush. Se ne në këtë vend jetojmë. E dyta, gjë që pash dhe ta thash përpara, është dallohet me sy. Ju e takuat personalisht? Vetëm më përshëndeta një minutë shusës, as një minutë besoj 30 sekonda, domethënë se ishte gjithkohës me roje, domethënë. Nuk është edhe aty kishte shumë njerëz, nuk është se isha unë i vetmi, ishin shumë kështu domethënë që njerëz të njohur ndër vite etj që dhe që mendoj që mjafton kjo gjë për ta çuar në një fazë reflektimi. Aty ishin 3 fëmijët e tij, ishte ish bashorte e cila ishte në një anë e vendosur kështu domethënë, pra nuk ishte me familjen, ishin kushinjtë e tij, ishte nëna, ishte motra, ishte xhaxhai, mos gaboj djali xhaxhait e këta që ishte aty domethënë, por që mua më duket e tepërt. Që të mbahet në paraburgim ish kryetari i shtetit, ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit, kur ekzistojnë edhe forma të tjera të mbajtjes së arrestit, ndërkohë që ti je duke u gjykuar. Mirë, e zhvendosim bisedën edhe më gjerë, duke qenë se Kosova voton në zgjedhjet e parakohshme parlamentare këtë të diel, dua të dija ke ndryshuar ndonjë qasje, ndonjë pritshmëri, ndonjë parashikim krahasimisht me ç'ke deklaruar më herët në këtë studio, se tani është zhvilluar dhe fushata atje, si të është dukur? Jo, shiko, unë e kam ndjekur fushatën edhe për shkak se unë shkoj të paktën një herë në javë në Kosovë. Po të them që do fitoj Albin Kurti dhe do fitoj më shumë se herë të tjera. Pse e thua këtë? Për shkak edhe të fushatës. Domethënë opozita bëri gjithçka të mundshme që të mos bashkohej. Unë pa ta thënë që nëse opozita bashkohet, në një listë ndryshon lidhje. Aty po përsëritet e njëjta pamje më parshme. Kështu që siç thoshte Indieri Fatosnano, 2 njerëz me ngjyrë që herën e parë kanë bërë një njeri me ngjyrë dhe herën e dytë njeri me ngjyrë do bëjnë. Kështu që e vetmja gjë që unë shoh është që nëse do të kalojmë prapë në një situatë ngjashme ku prapë partitë opozitare do bllokojnë zgjedhjen e presidentit, prapë në dhjetor do kemi zgjedhje. Sepse ky është sistemi. Pra duhet që ata të mos sillen si adoleshent, pavarësisht se Kosova ka moshën e një adoleshenti, pra është 18 vjeç, por të marrin përsipër procesin e transformimit të shtetit nëpërmjet mekanizmave politik që t'japin edhe zgjedhjet. Edhe se ki parasysh që bota ka ndryshime shumë të shpejta dhe duhet se s'bën të përshtaten dhe të ruajnë këtë, pra le të themi këtë garanci të brendshme të ekuilibrave të brendshëm të një shteti i cili nuk ka shumë që ka lindur. Po sigurisht që unë shoh që ato parti kishin detyrë historike të bashkoheshin në një listë vetme, sipas përqindjeve në zgjedhjet e fundit, PDK, LDK, AK, edhe Nisma po doni dhe besoj që do ishte një situatë politike ndryshe. Mund ta kishim rotacionin, por me sistemin zgjedhor që kanë ata, partia e parë është ajo që ngarkohet me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, partia e parë merr mandatin për kryeministër, ai zotëria është në zyrën e kryeministit sepse i mori provat dhe ta tjerë nuk dalin dot partia e parë, përkundër nëse i rrëshket këmba ndonjëri dhe nuk hyn në parlament, ato mandati i kalojnë partisë parë. Dhe unë mendoj që kanë hyrë në një kurs perfekt për të kthyer Albin Kurtin në një lider më shumë autoritar në rajonin tonë. Pasi nevoja dhe domosdoshmëria që ka çdo vend, përfshi këtu dhe Kosovën, për transformim politik, duhet fillojnë në radhë parë një nga transformimi i brendshëm politik i forcave politike dhe i detyrës që kanë ato në raport me të ardhmen. Shiko, nëse ti ke ndjekur fushatën, e gjithë fushata e zonjës Osmani, e atyre liderëve të tjerë të LDK-s, ata përsërisin Ibrahim Rugova.
Ediona Ibrahim Rugova ka vdekur para 20 vitesh. Rinia do t'i flasësh për të ardhmen, do shpresë. Nëse ndjek PDK-n, PDK-ja vazhdon flet për vlerat e luftës, vlerat e luftës, ata që janë Hagë etj. Se ka edhe kauzën e Hagës PDK-ja. Po, ka 27 vjet që ka mbaruar lufta. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Pra, çështja është që Kosova ka kaq shumë probleme ekonomike, me bujqësinë, me shkollimin, me korrupsionin e tjerë, që do duhet t'i japësh një ofertë njerëzve, sepse përsërisim ato që thanë për Shqipërinë. Dhe nëse oferta që jep njerëzve është vetëm rujtja e sistemit partijak, siç ndodhi herën e parë, siç ndodhi herën e dytë, siç ndodhi herën e tretë, ashtu do ndodhi herën e katërt. Okay. Mirë, zhvendosemi në një tjetër lajm të rëndësishëm, sidomos javën që lam pas, që duket se shtoi tensionet për shkallëzoj retorikën mes Rusisë dhe Europës apo Rusisë dhe NATO, se kam fjalën për incidentin që ndodhi me dronin në Rumani. A sheh një përshkallëzim real dhe a pret që kjo të finalizohet vërtet me një përplasje direkte Rusi-NATO? Para njerë që është e tepër të thuash që do ketë përplasje direkte Rusi-NATO për shkak të një droni që përplas në një pallat në kufi të Rumanisë me Ukrainë. Shumë larg nga përplasja reale. E dyta, unë mendoj që situata politike në Rumani, unë kam qenë para pak javësh në Rumani, është e destabilizuar. Ka rënë qeveria dhe po përpiqen të bëjnë një qeveri tjetër për shkak se forcat politike në Rumani janë vendosur një palë hapur pro-Rusisë dhe një palë kundra, pra pro-Evropës. Dhe kjo situatë ka prodhuar një destabilitet në Rusi, në Rumani, cilin e pam edhe kur ishte momenti i zgjedhjes së presidentit, sepse populli i turmës zgjodhet presidentin pro-rus, nëse të kujtohet që pastaj e shkarkuan dhe vendosin një president tjetër. Gjë që si ka ndryshuar atje, le të themi atë shpirtin elektoral Rumanisë. Kështu që unë mendoj që ishte edhe pak më e fryrë se ç'duhet, edhe për interesa tjera, sepse Rumania pritet të marrë dhe të shpenzoj vetëm për arsye ushtarake nga Bashkimi Evropian nga tani në 2030 30 miliardë euro. Është një buxhet që është thënë që Bashkimi Evropian ka dhënë tërësisht vendeve për lindjen e vet, por Rumania ka një fet të mirë të këtyre parave, të cilat sigurisht nuk do të shkonin një qeveri pro-ruse, edhe të cilat sigurisht nuk do të shkonin në Rumani nëse do të ekzistonte një destabilitet i politik. Gjë që unë s'po them që janë shërbimet rumune që kanë hedhur atë, apo Ukraina si thot Rusia, por po them që mjafton një gjë e vogël për ta fryrë kaq shumë dhe për të thënë NATO-s që shikoj shumë e rëndësishme stabiliteti, të ruajmë këtu etj, sepse çdo vend ka ato të brendshmet. Nga ana tjetër, kemi një situatë në cilën BE-ja nuk po del dot në raport me Rusinë, sepse duhet o t'i japi Ukrainës antarësim të shpejt, gjë që se kanë ndërmend ta bëjnë për arsye të brendshme, o t'i japin shumë para më tepër Ukrainës, si Ukraina të ketë mundësinë të riorganizojë ushtrinë dhe forcat e veta të armatosura për të marrë një pjesë të territoreve të shumta që ka humbur në këto 4 vjet, gjë gjithashtu e pamundshme. Ndërkohë që Evropa ka krizën e vet të madhe, e cila vjen edhe nga sistemi politik, por mbi gjitha nga luftrat, pra nga mungesa e naftës dhe gazit. Si rrjedhoi e luftës Rusi-Ukrainë dhe si rrjedhoi e Gjirit Persik. Por në të njëjtën kohë, në shumë shpejt, ne do të kemi edhe zgjedhjet e ardhshme europiane. Pra forcat politike në Evropë janë duke kalkuluar dhe të ardhmen e tyre, duke llogaritur që si rrjedhoi e luftës në Ukrainë, pjesa më e madhe e leadershipit të vendeve perëndimore humbën pushtetin. Pra si rrjedhoi kësaj luftës në Ukrainë. Pra Ukraina vazhdon ngelet një element i rëndësishëm në politikën europiane, dhe nga ana tjetër kemi Rusinë, e cila ka forcuar rublën, është lidhur më shumë me Kinën, është forcuar BRICS-i. Rusia ka përfituar shumë në 3 muajt e fundit nga lufta në Gjirin Persik për shkak të naftës, gazit, e dritave dhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që po ta them jo me një dëshirë të madhe, po me një realizëm që
Unë vazhdoj e shoh Europën në mjergull në lëvizjet e saj, të paqartë, e aq më tepër në krizë ekonomike, gjë që shpresoj që të mos jetë kaq e madhe sepse ne jetojmë në kontinentin evropian, në kushtet që Evropa është në një debat politik, në konflikt politik jo të vogël me SBA-n, aleatin më të madh në NATO. Sigurisht unë shpresoj që ai 5% që i vendeve të NATO-s për të shpenzuar për mbrojtjen që u mor vjet në samitin e Holandës, si vjet në samitin këtë verë, në samitin e Ankaras, pra në Turqi, të kthehet në një realitet. Pasi siç kemi parë, shpenzimi për sigurinë nuk është një shpenzim i tepërt. Është një shpenzim që edhe lufta me Iranin, edhe lufta me Ukrainën, edhe këto konflikte të tjera për sigurinë energjetike të tjera, na kanë treguar që është i domosdoshëm. Sa do e ketë këtë forcë Evropa? Nuk e di. Jemi në një moment jo të mirë të perëndimit si rrjedhoi ose më saktë. Nga Covid e këtej jemi në një moment, në një periudhë jo të mirë të perëndimit në përgjithësi. Mirë, zhvendosemi për analizë dhe një kryelajm të orëve të fundit, për mos të thënë ditëve të fundit se ka 48 orë, po themi kështu. Një telefonat shumë e tensionuar mes presidentit Trump dhe kryeministrit izraelit Netanyahu. Një telefonat që, siç thonë mediat ndërkombëtare, me një përplasje të pazakontë mes dy aleatëve të vjetër. Trump i ka kujtuar Netanyahut se ty të urrejnë të gjithë, pa mua do t'ishe në burg, etj. Dhe sebebi i këtij sherri, po themi kështu, ka qenë Libani. Po, ki parasysh një gjë që ajo që thot Trumpi për Netanyahu është e vërtetë, ka qenë e vërtetë më para. Ai rrezikon burgun realisht, shkon 3 herë në javë në gjykatë në Tel Aviv. Por ai rrezikon një gjë më të rëndë, gjë që është interes edhe i Trumpit, që në 15 shtator këtij viti humba zgjedhjet. Dhe i duhet se s'bën një fitore diku, pasi ka 4 vjet që bën luftra dhe në luftra pa fitore, qoftë në Gaza, qoftë Liban, se me Iranin e pam që është një gjë, siç e patëm paralajmëruar në këtë studio, e pabëshme. I duhet një fitore që ta përdor si kartë elektorale në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet janë pas 3 muajsh dhe është vërtet që presidenti Trump i bën presion Netanyahut, po nga ana tjetër Netanyahu nuk se ka rrugë tjetër. Kështu që ka shumë mundësi që Izraeli të vazhdojë në mënyrë unilaterale edhe në Gaza edhe një herë edhe në Liban, në mënyrë që kjo të jetë karta e fortë politike e Benjamin Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme në Izrael për të mos humbur pushtetin, pasi presidenti i Izraelit hoqi çdo lloj shprese pikërisht presidentit Trump për një falje të kryeministrit Netanyahu, dhe kryeministri Netanyahu ka shumë qartë që nëse s'do jetë kryeminist, do shkojmë. E ndihmon dot Trump në këtë pikë? Do ta ndihmonte aleanca po prishet? Do ta ndihmonte, jo, nuk po prishet aleanca. Aleanca tregon probleme. Një shenjë krisi është kjo. Krisja vjen si rrjedhoi e faktit që nuk fitua lufta në Iran. Ishin izraelitët që ja mundën e mbushën mendjen presidentit të SBA-s, pikërisht David Barnea, ish drejtori i Mossadit që u ndërrua dje, edhe kryeministri Netanyahu që i thanë që me vrasjen e Khameneit jemi të sigurt që kurdët do ngrihen, ushtria do ngrihet kundër gardës, do ngrihen regjimi do bjerë. Irani do shkatërrohet me ekonomi e tjerë, ndodhi saktësisht e kundërta. Kështu që nëse nga një anë kemi zgjedhjet në Izrael, kemi edhe zgjedhjet në midtermit, pra pas 5 muajsh në Amerikë. Që ka dhe ai problemin tjetër elektoral, dhe nuk është problem i vogël. Ndërkohë jemi në një situatë që nuk po ndodh asgjë, as progres, as regres në raport me zhvillimet lidhur me Iranin. Asnjë aromë
marrëveshje qofte dhe Po largët. s'ka si të ketë marrëveshje, sepse që të ketë marrëveshje Irani duhet humbte luftën, që tulet dhe të merre vesh. Irani s'e ka humbur luftën, si do ketë marrëveshje. Po si do shkojë kjo punë? Siç ka vajt, ka dalë ajo që ti the, që lufta do të zgjas, po siç ka vajt 40 vitet e fundit do vazhdoj. Se çështja është që këta i hynë në mënyrë shumë të lehtë Iranit me mendimin që shikoj edhe me Bashar al-Assadin zgjatë 12 vjet. Jo më me Iranin. Siç ka zgjat. Do thënë çështja është që ne do shohim që këta u nisën për të rrëzuar regjimin Iran, tash i shohim mos do rrëzoj regjimi i Iranit Netanyahu. Mirë, se kjo situatë nuk mund të vazhdoj kështu, një zgjidhje. Kush tha që s'mundet? Një zgjidhje po sepse sikurse e them më herët që Trumpi do të përballet me zgjedhjet e mesmandatit në vendin e vet, sondazhet po e nxjerrin gjithmonë më humbës. Ky është problemi i Trumpit. Rënje besueshmëria. Ky është problemi i Trumpit edhe i faktit që Trumpi bëri këtë autogol, sepse ki parasysh në të njëjtën kohë Irani ka filluar furnizimin me naftë të Kinës nëpërmjet trenave. Dhe për 2 vjet besojmë mbarojnë gasjellsin dhe naftsjellsin që kalon nga Afganistani. Që Pakistani ka mbajtur anën e Iranit dhe ka qenë vendi ku është negociuar, por Pakistani në njëjtën kohë është lidhur me Kinën. Që Kina para 3 vjetësh negocioi marrëveshjen mes Arabisë Saudite dhe Iranit. Ky është problemi. Prap sot Irani ka, pasi ata bombarduan amerikanët atë ishullin e famshëm aty afër Hormuzit, Irani bombardoi Kuvajtin, Katarin, Arabinë Saudite etj. Është problemi, të tjerët nuk janë të gatshëm për luftë, ndërkohë që Irani ka qenë i gatshëm për luftë. Pra që të ndodhë kjo gjë duhet të ketë një fitore. Pra për çfarë do dorëzohet Irani kur Irani nuk e ka humbur luftën? Zakonisht marrëveshjet ndodhin pasi ka mbaruar lufta dhe pasi ka një rezultat tipik luftës. Dhe fakti që ne shohim që kryeministri i Izraelit i thot presidentit Amerikës që unë po do vazhdoj në mënyrë unilaterale, e ka qartë që mund të humbas zgjedhjet. Pra, do të shohim panoramën e madhe, po në panoramën e madhe do shohim çdo panoramë të vogël. Ke dëgjuar më ti nga lufta të flitet për protesta brenda në Iran? Jo. Pse? Sepse unifikuan goditjet nga jashtë, nga Izraeli. Ki parasysh që u godit Irani mes muajit Ramazanit. Nga kush? Nga Izraeli. Nuk goditet një vend i shumicës islame pikërisht në mesin e muajit shejt. Mundur. Se i bashkon ata njerëz. Unë e di shumë mirë që sauditët, katarinët, Kuvajti, Iraku, arabët përgjithësi nuk se kanë ai qeft madh të jenë me Iranin. Po kur e shohin rrezikun, unifikohen. Siç unifikua edhe Pakistani edhe Turqia. Se tani çfarë kuptuan palët? Palët kuptuan që Izraeli që nga një fuqi bërthamore. Që edhe Irani po bëhet një fuqi bërthamore. Raketore e sigurt, domethënë, se pa me sytë tanë. Atëherë këta që janë në mes, çfarë do bëjnë? Edhe këta do kërkojnë armë bërthamore. Dhe zoti Trump është i detyruar që të mos dëgjojë vetëm Izraelin, po të dëgjojë edhe arabët, pse se borxhin publik kush po ja blen? Katari me Arabinë Saudite. Po nëse ata nuk shesin dot më naftën dhe gazin, çfarë do të blen këtë borxhin publik të Amerikës? Të investimet në Amerikë, çfarë do i bën? Pra, unë mendoj që do të kemi një periudhë as kështu as ashtu, domethënë një periudhë lufte me intensitet ulët po të vazhdueshëm, në mënyrë që shmangim luftën e madhe botërore, derisa të shohim si shkojnë proceset zgjedhore edhe në Izrael edhe në SBA. Pasi në Arabi Saudite nuk ka si. Tani, ka edhe një pikpyetje të madhe kjo punë, sepse çdo ditë administrata amerikane i kujton Iranit, por jo vetëm që SBA është superfuqi. Po superfuqi. Si ka mundësi që një superfuqi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë me se ka lidhje ky lloj ngërçi dhe kjo paftësi për të tejkaluar këtë situatë? Me faktin që SBA-ja nuk i kishte të gatshëm 1 milion ushtarë që të vriteshin për të pushtuar Iranin dhe për të rrëzuar regjimin. Shumë e thjeshtë. Në SBA-ja është fuqia më e madhe botërore, pa dyshime më të vogël, por është shpërndar gjithë botën. Tani kush është prioriteti? Qofse prioriteti vazhdon dhe ngelet ajo që ka thënë presidenti Trump kur ishte në opozitë, pra BRICS-i, ka me Kinën dhe me Rusinë. Kush është prioriteti? Poliveriut, qofse prioriteti ngelet Poliveriut, duhet merret vesh, siç kemi thënë, me Rusinë dhe me Evropën, me atë pjesë të Evropës që ashtu. Kush është prioriteti? Amerika e Jugut. Në Amerikën e Jugut popullsia është katolike, është hispanike.
Duhet merret vesh edhe me Spanjën dhe me Vatikanin. Ndërkohë me gjithë këta ky është në luftë, konflikt. Pra, unë mendoj që pika e kthesës është gabimi i fillimit të luftës në Iran. Tani që kanë filluar shumë vështirë dalësh. Sepse që të ndodhi ajo gjë që kemi thënë, Pra, po duhet 1 milion ka ushtarë. edhe plan B dhe plan C, nëse dështon aja. Po si ka, sepse Për një superfuqi, thënë? nuk po si ka. Kjo tregon një nga dobësitë që ka superfuqia, sepse nuk i ka, sepse ka provuar dhe në të kaluar, kemi parë me Irakun, e kemi parë me Afganistanin. Qofse sot SBA-ja me NATO do ishin në Afganistan, Irani do ishte shumë më i dobët se ç'është sot. Por nuk është më. Dhe ikun 2020-ën. Pra, prandaj thash, është një moment jo i mirë për perëndimin. Shiko, nuk dia të kujtohet Covidi. Kujton ato pamjet që i mblidhin të moshuarit e shkret me thas nëpër Itali dhe hidhin nëpër kamiona? Çfarë na tregoi? Që kjo BE-ja që ne kemi njohur, ne, kjo NATO etj, se ditë e zezë ishte ajo, Italia një nga vendet më të rëndësishme të botës. Nuk ju gjend, nuk e asistoi. Nuk kishte as nën 5, as nën 4, asgjë. Çoj Edi Rama një autobus me kështu me infermiera nga Tirana, nëse të kujtohet. Po, se u bë edhe lajm. I shumë komentuar. Tani ka një problem në mënyrën se si funksionon perëndimi dhe unë shpresoj që krizat t'i bëjnë më të fortë sistemet, sepse sistemet vijnë në provë kur ka kriza. Por që t'jemi 100% të sinqert. Unë jam shumë i dyshuar që mund të ndodhë kjo gjë. Dhe unë shoh si u sol BE-ja me ne, me rajonin tonë, e në mënyrë veçantë me vizat e Kosovës. Me thëmë, me ne që jemi të dobët, bëjnë të fortin. Me të fortët bëjnë dobtin. Kështu që ajo që ndodh në Iran, që ndodh në Hormuz, de facto është një pafuqi e perëndimit për të bërë gati 1 milion të rinj për të çuar për të luftuar dhe për të rrezuar regjimin Iran. Pse se do ketë shumë të vdekur ajo luftë, nëse ndodh. Po, ka kost. Dhe pasi je tërhequr nga Afganistani dhe pasi ka ndodhur ajo që ndodhi në Irak, nuk besoj që do ta kesh dot mbështetjen e popullsisë tënde që për të mbajtur Bibi Netanyahu në pushtet të rrezikosh jetën e 1 milion njerëzve. Kjo është arsyeja reale e konfliktit, e debatit publik në telefonat mes dy miqve, Donald Trumpit dhe Benjamin Netanyahu. Deri dje, nga administrata amerikane, thuaj rëndom se lideri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ishte në gjendje të rëndë shëndetësore, në rrezik vdekje, i paft për drejtuar vendin e tjerë. Ndërkohë, një ditë më parë, në mos gaboj, Marco Rubio deklaroi se Mojtaba Khamenei është në gjendje shumë të mirë, vazhdon udhëheqjen e merr vendime të rëndësishme, siç nuk pritej. Po, më kujton kjo histori, më kujton një farë Vladimir Putin që është duke vdekur, që ka zonë susozia, që i ka ra kanceri, që ka demencë, që i ka ra infarkti, që është zëvendësuar, që po ikën rubla, më kujton kjo. Një histori një 4 vjeçare, kështu edhe me Khamenei. Pra, çfarë na ndodh? Në momentin që nuk arrim dot rezultatin që presim, fillojmë dhe mbushim me demagogji dhe me propagandë pra sistemin, duke thënë gjëra që do të dëshironim të ndodhin. Po kjo jo për të rrëzuar kundërshtarin, po për të gënjur ata që paguajnë taksat me të cilën ti do bësh luftën. Pra është e qartë që do vini një moment dhe zoti Rubio, që është sekretari i shtetit dhe që është për hir të vërtetës një senator shumë i rëndësishëm, sepse është një nga njerëzit që ka kundërshtuar në fillim zgjedhjen e Trumpit dhe donte të ishte vetë kandidat për president dhe besoj që mund të jetë kandidat për president zgjedhjet e ardhshme. Është i detyruar të thotë vërtetën, se po vinë zgjedhjet. Dhe tek e fundit, nëse do ulen të bëjnë një marrëveshje, me kë do bëjnë marrëveshjen? Me këtë pra me Khamenei do bëjnë marrëveshje dhe me presidentin e Iranit. Pse? Sepse në një nga gabimet që bëri Izraeli, bashkë me një pjesë të administratës amerikane, shkuan dhe eliminuan Ali Larijxhanin. Ali Larijxhani, përveç që ishte një intelektual, një shkencëtar që vinte nga familje shumë e rëndësishme në dur për një negociat mund. Ishte edhe një nga negociatorët më historik edhe më të njohur që kishte Irani. Në momentin që ti vret Ali Larijxhanin, sipas te me këtë do flasësh? Me Khamenei.
se kur e ke filluar këtë luftë, pra kur e filloi Izraeli këtë luftë duke vrarë një shkollë 250 fëmijë. Ço kujton se ke bërë miq në atë vend? Kështu që mendoj që ajo që ka thënë sekretari Rubio është në bazën e ftohtësisë dhe të gjykimit të ftohtë logjik të gjërave. Gjë që e kemi bërë ne këtu në studio nëse të kujtohet, domethënë. Sigurisht që çdo veprim ka një kundërveprim. Ajo gjë që unë uroj është që në marrëveshjen e madhe Kin-SBA, Kina të arrit të bindë Iranin që Hormuzi kërkon një kontroll ndërkombëtar. Por Irani na ka dëshmuar që nga fillimi i luftës që e vu nën kontroll Hormuzin dhe bëhet siç thot Irani. Pse? Se ka një problem teknik. Minimi i kanalit Hormuzit. Minimi i Hormuzit i ka bërë palët të tregojnë se sa dobta janë. Se nuk është kaq i lehtë çmimimi i Hormuzit. Dhe pa Irani nuk bëhet dot. Duhen dronë detar, duhet teknologji, duhen shumë para vetëm për këtë gjë. Kështu që ta shohim, po unë mendoj që deri nga shtatori kur janë zgjedhjet në Izrael dhe pastaj deri nga nëntori kur janë zgjedhjet në Amerikë, situata do jetë goxha jo stabil. Po lexoja këtë ditë mediat ndërkombëtare, po më dukën më shumë si lajme periferike, ndoshta jo vërteta deri diku që Trump mund t'i hyjë bërthamorëve edhe në raport me vendet e NATO-s. Në ç'kuptim mund t'i hyjë? Po siç po bën një farsoj me Iranin për shembull. Apo janë lajme kështu? Ja, fake news. Ki parasysh që në administrimin e rezervave të armëve bërthamore që ka SBA-ja, siç edhe çdo vend tjetër, ka një protokoll sigurie. Në cilën sigurisht presidenti është i fundit, por është i fundit ama duhet një zinxhir i madh ngjarjes që duhet ndodhin që të përdoret armë bërthamore. Sepse ato janë armë deterrence edhe për Rusinë edhe për Amerikën, pra duhet ndodhi diçka e rëndë që ata t'i përdorin. Tani më ngacmove kur bëre paralele me Mojtaba Khamenei në raport me Vladimir Putin, gjitha teoritë konspirative që kanë shoqëruar për vite me radhë. I ke parë edhe këto lajmet e fundit që Putin po investohet shumë në arritjen e pavdekshmërisë, zgjatjen e jetës. Nuk e besoj. Jo, edhe me ekipet mirëfillta shkencore, jo thjesht. Ja ta them se nuk e besoj. Ja ta them se nuk e besoj. Një miku im ish kryeministër i Italisë e ka pritur një herë Putinin në katedralen e Shën Nikollës në Bari. Dhe Putin i kërkoi rojeve të largoheshin dhe ngeli vetëm ky miku im, ish kryeministri i Italisë edhe një nga këshilltarët e Putinit, as ambasadori, dhe Putini ushtri mbi varrin e Shën Nikollës Barit dhe që shumë i rëndësishëm Shën Nikolla i Barit për ta dhe filloi të lutej edhe të bënte gjithë ato ritet fetare. Gjë që tregon që Putini është një besimtar i mirëfillt, fetar. Ai sa mund të themi ka dhe një qasje prej një radikalizmi ortodoks të ortodoksisë së tij, pra të besimit fetar. Kuptohet që kisha në Rusi ka pas gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm. Tani, o je fetar dhe beson te Zoti, ose je antifetar dhe beson pastaj që shkenca do ta zgjasë jetën. Kështu që unë nuk mendoj. Të dyja nuk rrin, thua. Jo, unë mendoj që Putini është fetar dhe nuk e ka problem, domethënë që si çdo fetar e di që kur do vi dita për t'i ikur ikën. Duhet ta marrësh ashtu siç e ke marrë besim. Për ta përmbyllur, duhet cek sondazhet e fundit që janë bërë lidhur me besueshmërinë ndaj presidentit amerikan Donald Trump, siç e thash më herët, që kanë ardhur goxha në rënje. Apo projektohet, po themi, mbyllja si president me këtë mandat që ka e presidentit Trump, preferuar gjitha zhvillimeve që e kanë shoqëruar, vendimmarrjeve në raport me gjithçka e me të gjithë. E beson një tjetër mandat për Trumpin apo mbyllet me këtë? Nuk mund të ketë tjetër mandat dhe ndalon kushtetuta në Amerikë, mbyllet me këtë. Jo, kur them tjetër mandat, edhe pas një pauze. S'mund të ketë. 2 mandate janë në Amerikë. E para edhe dyta është mosha, 70 vjeç. Unë mendoj moshën Biden ishte më i madh, po edhe pak të pam se si shkoi Biden. Kupton se është punë e rëndë punë e presidentit të Amerikës, do impenjim të përditshëm.
Unë mendoj që zgjedhjet e midtermit do të hapin një epokë të re në Amerikë për të parë një klasë të re politike që vjen. Nëse ti je shef, presidenti Trump shoqërohet nga 40 vjeçar, 40 sa vjeçar, domethënë, si numër 2 të tij, që janë zonës presidenti, që është katolik edhe që është edhe zoti Rubio që është katolik. Dhe unë mendoj që do të kemi një ndryshim të natyrës familjes politike republikane dhe demokrate në Amerikë, pasi e kemi parë në 3 zgjedhjet e fundit në Amerikë, gara ka qenë mes të moshuarve. Kështu që ky do jetë një zhvillim interesant. Nuk mendoj që Donald Trump i ha fëmijë, siç mendon një pjesë e atyre që bëjnë propagandë nëpër rrjetet sociale për shkak të miqësisë me Epsteinin. Nuk mendoj që do ta ketë lehtë fitoj këto zgjedhje, e para një herë sepse gjithmonë zgjedhjet e midtermit janë të vështira dhe zakonisht japin ndryshimin e njerëz nga 2 dhomat, por nuk mendoj që të jetë kaq e lehtë që të ndryshojnë prapë të 2 dhomat. Njëra dhomë po tjetra, do të thënë duhet ndodhin ca gjëra të tjera për ndryshuar të dyja dhomat. Edhe sepse nuk e shoh akoma refleksionin e indikatorit të rëndësishëm që i çon në ndryshime pushtetore që quhet inflacion. Për shembull, nëse Shqipëri te këto protestat që kemi ne, inflacioni luan një rol shumë të rëndësishëm, rritja e çmimeve, se këta janë njerëz që vuajnë rritjen e çmimeve. Në Amerikë, në Evropë kjo gjë do ta japi se Evropa nuk ka gaz e naftë, në Amerikë unë nuk e shoh. Megjithatë çfarë ndodh, se nga këtu në nëntor kemi shumë përpara. Dhe mendoj që përveç autogolit me Iranin, pjesa tjetër diplomatike e SBA-s ka qenë jo e keqe. Do më falësh, por shumë shkurt, se duke folur ti tani për përgjigjen, Senati, Kongresi më kujtua që kemi qenë në këtë studio, atë ditë raportonte në Senat si nominuari për ambasador në Shqipëri. Dua ta marr nga ty një koment, sepse atë ditë ishte e cunguar gjëja, sepse ai ende nuk e kishte zhvilluar dëgjesën dhe ne e lajmëruam me do të. Besoj e ke dëgjuar. Do më japësh një koment për ta përmbyllur fare, sepse e zgjata. I thjesht komenti, një zyrtar që një mirë shtetin amerikan ka punuar nivelet më të larta, i përgjegjshëm për çfarë duhet bëjnë nëse emërohet ambasador, po që nuk e njihte mirë realitetin dhe situatën në Shqipëri. Kam përshtypjen që nëse emërohet ambasador në Shqipëri, pastaj do ketë failin dhe detaj. Pse nuk e njihte? Se ai piketat sakti dha prioritet spaku. Po nuk e njeh sepse ajo është marrë me gjëra të tjera në jetë. Sigurisht që ata të deskut të Departamentit të Shtetit ja kanë indikuar spaku, ekonomia, transparenca, lufta kundër drogës etj. Kur fillon dhe hyn merret vetë personalisht, pastaj fillon njëjë. Po kjo është e natyrshme. Për shembull, në rastin e Donald Luja ishte marrë 2 vjet në Shqipëri sa kishte mësuar dhe shqipen. Në rastin e zonjës Kim, ajo ishte marrë me Shqipërinë sepse ajo kishte punuar, ishte marrë me rajonin, me Ballkanin, kishte punuar, përveç që kishte punuar me Jim Jeffrey, që ishte një njeri shumë i rëndësishëm, ish ambasador në Shqipëri. Kishte punuar me Jim Jeffrey në Irak. Kishte punuar edhe në Turqi, zonja Kim, në ambasadën në Turqi dhe si pasojë ishte marrë dhe me rajonin. Ky zotëria ka shërbyer në teatr dhe në realitete komplet tjera. Sigurisht në momentin që vjen në Shqipëri do t'i ndryshoj, do shikohet nëse vjen, se kështu kishim dhe një ish ambasador që mori 2 herë nominimin e nuk erdhi. Mirë, po duket sikur kjo e të radhës po progreson. Ta shoh. E këtij nominuari. Thuhet, kam dëgjuar që thuhet mund të jetë i zgjedhur i Kushner. Si njeri. Shiko, ai është një aktualiteti e bën të besueshme, faktikisht nuk e di sa e vërtetë. Ai është një pensionist i ushtrisë. Ata që njihte mirë lindjen e mesme dhe ata donin ta emëronin Katar pikërisht për shkak se nuk e emëruan dot Katar, do t'i gjenin një vend tjetër. Duke qenë që këta janë njerëz që kanë shërbyer shumë shtetit tyre në realitetet dhe në territoret vështira. Sigurisht që pastaj kur duhet marrin diçka mbrapsht, i ofrojnë vende të mira, të sigurta. Shqipëria është vend i mirë, i sigurt për ta, është një vend jo me shumë probleme. Është një vend që ka një vizibilitet, ka një stabilitet, ka një siguri.
Po ta them edhe një herë që nga këtu deri atje do të shikojmë, sepse Amerika na ka surprizuar shpesh me këto emrimet. Okej, unë falenderoj shumë që kisha. Faleminderit. Faleminderit të nderuar miq që na ndoqët, pa shoq rikthehet sërish.